sfidat e jetës, jeta ka sfida. Por të flasim gjithashtu sot edhe për gjatësinë e jetës, edhe të flasim edhe për qëllimin e jetës. Për të ullim kokat tona dhe të shkojmë te Perëndia, ju natë ne vi përpara teje, Zot. Dhe kam nevojë për ty, Zot. E di që ka shumë sfida dhe luftra, edhe zemra ime shpesh herë shqetësohet e po flas, Zot, përpara teje, Zot, ti e di. Por ti ai që jep ngushëllim, paqe, qetësi zemrave tona dhe zemrës sime. Edhe lutem Perëndia im që ti të punosh edhe tek gjithë ne. Edhe që jetët tona, Zot, të mund të jetojmë me besim. Jetët e shtegtimit mund të jetojmë me perspektivë të përjetshme. Edhe zemrat tona të pushojnë në ty, sepse paqe ka njeriu kur ai të beson ty. Edhe atë lutem Perëndi që ti të na flasësh sot. Lutem që fryma e shenjtë të mund të na udhëheq Perëndi në të vërtetat e fjalës sate. Lutem Perëndi që çdo njeri të marrë një fjalë prej teje sot. Dhe nëse dikush është i humbur, hapi sy të shpëtohet. Dhe nëse dikush është i lindur, Zot, lutem Perëndia im për drejtimin tënd në atë aspekt të jetës ku secili prej nesh përballet. Në emër të Jezusit, Zot, lutem. Amen. Edhe gjë e parë që do të flasësh për sfidat e jetës, edhe sfidat e jetës, kjo është mjaft e rëndësishme. Jeta e krishterë nuk është një jetë me lule. Në qoftë se keni pak shpëtuar, e kuptoni këtë gjë. Po edhe jeta pa shpëtuar nuk është një jetë me lule. Jeta ndryshe, jeta nuk shkon vaj gjithmonë. Jeta ka sfida, jeta ka vështirësi, jeta ka gjëra të bukura, jeta ka edhe vuajtje gjithashtu. Edhe parimi i thjesht në fjalën e Perëndisë është njeriu do të përballet me të gjitha stinët e jetës mbi tokë. Është e pashmangshme kjo. Nëse ju kujtohet pak libri i Jobit, është një ilustrim i bukur në vetë jetën e Jobit, në mënyrën se si ai e përjetoi jetën, po edhe gjithashtu Perëndia ja tregoi atij. Edhe Jobi ishte në pranverë në fillim, nëse fillon librin e Jobit, Jobi ishte një libër i gëzueshëm në fillim. Ai ishte i lumtur, çdo gjë shkonte mirë, fëmijët e tij u rritën, ai kishte mjaft prosperitet nga Perëndia, edhe kjo pranvera pasaj ndroi. Shpejt Jobi u përball me vjeshtën edhe me dimrin. Ne dim që pasuria e tij iku, por gjithashtu dim që fëmijët e tij ikën. Jo vetëm aq, por edhe shëndeti i tij pati probleme. Edhe ai mjaft i smur, madje gruaja e tij e praktisi, thot Bibla, edhe në atë gjendje të vështirë që ishte, i erdhën miqtë e tij që përpiqeshin ta ngushëllonin, sepse ai po përballej me një dimër. Edhe në këtë pikë, kur vim tek Jobi 38, Perëndia vetë merr fjalën edhe bën ca pyetje Jobi. Edhe në vargu 31, ai bën një pyetje interesante në fakt. Edhe thot, a mund t'i bashkosh ti lidhjet e Pleadave apo të zgjidhësh vargjet e Orionit? Nga perspektiva jonë njerëzore, nëse një njeri po kalon kaq shumë vuajtje në jetë, është e vështirë të flasësh për yjet apo jo. Atë kanë vdekur fëmijët, ai ka humbur gjithçka, e ti vjen më thua mua Zot për yjet, po ne e dim që Perëndia ynë kur nuk flet kot. Edhe sigurisht Zoti është duke i treguar diçka Jobit dhe Jobi e kuptonte atë gjë. Edhe nëse e kuptoni pak ysit janë një tregues për botën e lashtë. Atëherë nuk kishin këto mundësi matje që kemi sot. Megjithatë, për shembull, nëse do duhej të shkonin për peshkim, ose nëse do duhej të fillonin të merreshin me të korrat, ajo që ndodhte ishte ysit lart në qiell ishin një tregues për botën e lashtë. Edhe Jobi është një libër që është shkruar rreth 1700 vjet përpara Krishtit. E ka jetuar në një kohë shumë të vjetër. Edhe në lidhje me Orionin, për ysin është, kur ysia e Orionit do të ishte e dukshme në qiell, edhe del zakonisht në fillim të nëntorit, jo zakonisht, del gjithmonë në fillim të nëntorit, sepse janë statike, prandaj keni ato që i dini çfarë shenja je, edhe i keni në çdo muaj. Po ajo që ndodh është kur ysia e Orionit del në qiell, dimri do të visë së shpejti. Edhe del në nëntor. Edhe pavarësisht se koha mund të jetë shumë e bukur, nëse del ysia e Orionit, paralajmëron ardhjen e dimrit.
ndërsa Plejadat dalin në fillim të marsit. Edhe pavarësisht se dimri mund të jetë shumë i ashpër, herët apo vonë, hyjësia e Plejadës lart në qiell është një dëshmi, pranvera do vi shpejt. Sepse Zoti ka vendosur katër stinë mbi tokë. Pranverën, verën, vjeshtën dhe dimrin apo jo. Parimi është, nuk mund të shmangësh dot sfidat e jetës, por do të kalosh në jetë edhe pranverën, edhe verën, edhe vjeshtën, edhe dimrin. Edhe këto janë të rëndësishme, jo ishte i dekurajuar. Miqtë e ti nuk po inkurajonin. Dhe Zoti bën këtë pyetje. Dekurajimi i Jobit ishte sepse ai ishte në vështirësi dhe ai ishte në një dimër, dhe duket sikur dimri nuk do mbaronte kurrë. Ai ndodh ndonjëherë në jetë që duket sikur provat janë aq të shumta sa ju duket sikur jeni lodhur. Ai ndodh ndonjëherë që ka kaq shumë siklete dhe po heqni kaq shumë gjëra dhe duket sikur jeni lodhur. Mua po më bien të gjitha gjërat mbi kokë. Jobi ishte kështu. Jobi ishte kështu. Edhe Zoti është duke mësuar Jobin, me aq sa nuk mund të ndash dot Plejada, apo të ndash hyjësinë e Orionit, me qëllim që të ketë vetëm pranverë gjithmonë, ose vetëm dimër gjithmonë, kështu ti nuk mund të bësh dot që në rrjedhën e jetës tënde të mos kalosh stinët e jetës. Sepse në qoftë se do të ndante vargjet e Orionit, atëherë do të thotë që ngele vetëm Orioni në qiell. Domethënë gjithmonë dimër. Në qoftë se do të merrej me Plejadat, atë do të ngelte gjithmonë çfarë? Pranverë në tokë. Edhe Zoti duke thënë, a mund të këpusësh dot ato? A mund të ndërhysh tek hyjësia që çfarë? Që stinët të mos kalojnë njëra tjetrën? Nuk mundesh. Kështu duhet kuptosh që kur je në pranverë, dimri do të vi. Mos e harro këtë. Kur je në dimër, vera do të vi. Merë zemër, sepse Zoti ka vendosur në jetën praktike mbi tokë, që të përballemi me katër stinët. Prandaj, kur je në pranverë, shiko përpara. Nga ana praktike, në qoftë se je në një vend që bëhet dimri ashpër, do të shkosh të bësh dru. Pse do bësh dru? Sepse do vi dimri. Por gjithashtu, në qoftë se dimri zgjatet dhe zgjatet dhe zgjatet, besoj Perëndis, pranvera do vi. Pranvera do vi. Pranbaut e mirësia Perëndis dhe mirëdashja e tij në jetë. Këto janë të lehta për të thënë, por ne duhet kujtojmë këto gjëra kur ne përballemi me sfidat e jetës. Dhe Zoti ka një arsye të mirë gjithmonë që ai lejon disa gjëra për ne që të mund t'i kalojmë, që të na bëjë edhe më të mirë. Te ligji për të rirë na thuhet për Izraelin që Zoti çfarë bëri? Për ta përullur, e vuri në provë, dhe pastaj thuhet për ta bërë të mirë. Perëndia dëshiron që ne të bëhemi të mirë. Dhe mënyra si ai ka dizenjuar që ne të bëhemi të mirë është të kalojmë në përca shtrëngime, të kalojmë në përca sfida. Dhe këto do të prodhojnë lavdi dhe nder për Perëndin, por gjithashtu do të prodhojnë tek ne një karakter si Perëndia. Edhe është e rëndësishme për këtë. Por duhet i besojmë Perëndis. Duhet i besojmë Zotit, pavarësisht se ku jemi. Zoti ka një plan. Zoti ka një qëllim. Unë e di, ai është i mirë. Ai ka në kontroll gjithë universin. Ai kujdeset për mua edhe pse unë po kaloj dimër tani. Edhe ai do të kujdeset. Bibla thotë që ai është bari ynë. Bibla thotë që ai është me ne edhe sikur të kalojmë në luginën e hijes së vdekjes. Sepse psalmi në fjalë e Perëndis thotë në vargu 4, psalmi 23, edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes. Nuk do të kisha frikë. Pse? Ai është ai që kthen hijen e vdekjes në angim. Ai është ai që ka kontroll mbi jetën dhe mbi vdekjen. Ai është Zoti ynë. Nuk do të kisha frikë, thot Bibla, nga asgjë keqe, sepse ti je me mua. E dini, Zoti nuk ju praktis kurrë. Jezusi tha, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Edhe thot, ti je me mua, thot, shko pyet dhe thu pra jote janë ato që më japin zemër. Prandaj duhet të kuptojmë që në jetë ne do të kemi pranverë, verë, vjeshtë edhe dimër. Mos u hidhroni në qoftë se Perëndia ka lejuar ca gjëra.
Edhe mos u shqetësoni, e kuptoj që dimri është i ftohtë, të futë dridhura, por shikoni, sepse Perëndia do të sjellë pranverën. Shikoni përpara. Në kontekstin e gjatësisë së jetës, nga perspektiva toksore, jeta është shumë e shkurtër. Në qoftë se je i vjetër, pyet një herë si të është dukur jeta. Në qoftë se ke kaluar 40 vjet, shikoj një mbrapa. Ka iku shpejt 40 vjet. Edhe ikën. Po Bibla përshkruan kështu. Ndërsa nuk e dini për të nesërmen, sepse ç'është jeta? Është një abull që duket për pak dhe pastaj humbet. Hapen një herë tenxhere pasi zien, edhe shikoni abullin. Sa zgjat avulli? Aq është jeta. Kur je i ri, mendon që nuk zgjat aq, por ta dini aq zgjat. Ikë shpejt. Ikë shpejt. Dhe duhet jemi të vetëdijshëm. Madje në qoftë se e ndajmë copëza jetën tonë, do të ndajmë në 4 pjesë, në 4 stinë. Edhe 4 pjesët ose 4 stinë sipas Psalmit 90, që Psalmi 90 na thot vitet shkojnë deri në edhe të me themi 80 vjet, atëherë 0-20 vjeç është pranvera. Janë fëmijë, po rriten, po lulizojnë, lavdi Zotit. Pastaj 20 deri 40 vjeç, çdo gjë është lulizim, jeta është e bukur, shumë mirë, nuk ka të dridhura. Pastaj vjen vjeshta. Pas 40-ave fillojnë vinë ca probleme në trup. Nga të 60-at fillon të kesh pirë disa ilaçe. O tensioni, o ku di unë çfarë mund të kesh marrë. Pas të 60-ave pasaj fillon mosha e pensionit. Edhe je në kohë pleqërie. Në këtë kohë pleqërie nuk je më si 20 vjeç. Ka ardhur dimri. Prandaj jeta ka të 4 stinët. Unë jam tek vjeshta. Avash, po vinë dimri përpara. Lavdi Zotit, çdo gjë është e bukur në kohën e vet, apo jo? Por, ta dini, pleqëria nuk është njësoj si rinia. Ka ndryshim. Nga perspektiva e përjetësisë, jeta nuk mbaron, edhe nuk është vetëm 80 vjet. Nuk mbaron kur vdes, sepse Bibla thotë që te Hebrejt 9:27, dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi. Pra kur njeri vdes, nuk mbaron jeta. Sepse thotë ka diçka më pas. Ajo që është më pas është përballesh me Perëndin në gjyq, dhe janë 2 destinacionet e përjetshme, që është ose është pranverë e përjetshme, ose është dimër i përjetshëm. Edhe janë të rëndësishme për këtë. Te Zbulesa 14:11 thuhet, dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekujt e shekujve, dhe nuk do të ketë prehje as ditë as natë. Pra ka të dridhura, ka mundim, ka mospatje, prehje dhe qetësi për jetë. Ku nuk do të ketë më pranverë më mbrapa. Në rrezet e diellit ose mbi tokë do të kalojmë këto 4 stinët. Po në qoftë se hyj në përjetësi, pas vdekjes, ose do të jesh përjetë në pranverë të përjetshme, ose do të jesh përjetë në dimër të përjetshme. Te Zbulesa 21 na tregon për pranverën e përjetshme. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre. Edhe vdekja nuk do të jetë më as breng, as klithma, as mundim. Pra nuk ka mundim, nuk ka vuajtje, nuk ka dimër në parajs. Por do të jetë bekim, gëzim për jetë. Parajsa është një vend i vërtet. Po ashtu se dhe ferri është një vend i vërtet. Një shpirt përfundon në parajs nëse ka besuar në Jezu Krishtin. Dhe një shpirt përfundon në ferr nëse ka refuzuar Jezu Krishtin. Sepse Jezusi është zvendësuesi përpara Perëndisë për mëkatet e tua. Prandaj vetmi që kualifikohet të pajtoj ty me Zotin është ai që Perëndia e dërgoi për të vdekur në kryq për mëkatet e tua. Dhe emri i tij është Zoti Jezu Krisht. Jeta mbi tokë është një test se ku kalojmë përjetësinë. Ose në pranverë të përjetshme, ose në
vuajtje ose në dimër të përjetshëm. Njeriu mbi tokë ka zgjedhje dhe vendime për të marrë. Bibla thot, unë marr si dëshmitar kundër teje qiellin dhe tokën, thot Perëndia, që të kanë vënë përpara, pra Zoti na vendos përpara zgjedhjeve. Askush nuk shkon në ferr sepse Zoti ka paracaktuar ato të shkojnë në ferr. Ai shkon në ferr sepse refuzon Jezu Krishtin me vullnet të lirë. Edhe askush nuk shkon parajs sepse ai ishte aq i fuqishëm, aq i fortë sa ta fitonte parajsën. Ai që shkon në parajs shkon sepse ka pranuar hirën e Perëndis, dhuratën e Perëndis, që është Jezu Krishti. Edhe Bibla thot, të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, përpara bekimit dhe mallkimit, zgjedh. Të kam vënë përpara parajsës edhe ferrit, përpara dimrit të përjetshëm dhe pranverës të përjetshme. Zgjedh. Është një zgjedhje. Prandaj te Romakët 10:13 thot, në fakt kushdo, është me vullnet të lirë, kushdo që do të frasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Por mbi tokë marrin vendime. Kur vdesim, kalojmë ose në pranverë të përjetshme, ose kalojmë në dimër të përjetshme. Është mjaft e rëndësishme. Tani të flasim për qëllimin e jetës. Kur flasim për qëllimin e jetës, të kesh qëllim është shumë e rëndësishme. Edhe kjo vlen edhe për një njeri të pashpëtuar që nuk beson Biblën. Edhe ai e kupton që po nuk jetove me qëllim, nuk ka kuptim. Më shumë njerëz dështojnë për shkak të mungesës së qëllimit se sa për shkak të mungesës së aftësisë. Është një përrallë që dikush thot për dy njerëz që po bisedonin. Njëri thoshte tjetrit, a mund të më thuash në cilin drejtim duhet të eci? Edhe ai u përgjigj, varet se ku do të shkosh. Edhe ky i tha, nuk më intereson se ku, vetëm më thuaj. Edhe ai tha, ec nga të duash atëherë. Një njeri pa qëllim në jetë është si një anije që nuk ka timon. Sepse nuk mund të përfundoj dhe nuk mund të arrijë në destinacion. Edhe nëse jetët tona nuk kanë qëllim, nuk mundet që të kenë një mënyrë të drejtuari, të arsyeshme edhe të qartë ecje përpara. Thjesht vim vërdall edhe harxhon ditët në kotësi. Por ajo që bëjmë sot ka ndikim në gjithë përjetësinë. Bani mend, ne folëm për ferrin. Dhe në qoftë se besojmë vërtet ferrin, jetët tona ndryshojnë dhe marrin qëllim. Një njeri shkoi në ferr edhe kishte dy kërkesa lutje. Edhe ai ndryshoi menjëherë mënyrën e të jetuarit, në qoftë se do të ishte edhe një herë në tokë. Ai vuri edhe korniza të qarta të qëllimit të jetës. Edhe dy gjëra ishin për të rëndësishme. E para ishte që ai nuk donte vetë të shkonte në një vend ku nuk kishte një pikë ujë për të shuar etjen e tij. Edhe dyta ishte ai donte njerëzit e tij dhe nuk donte që të afërmit e tij të shkonin atij. Por nuk ka pse të shkojmë në ferr që të besojmë ferrin, Bibla përshkruan atë. Por nëse vërtet e besojmë, jetët tona ndryshojnë. Ne ishim në parajs, edhe ne folëm shumë për parajsën, po kishte një zë nga parajsa që thoshte. Edhe kur Isaia u rrëmbye, Bibla thot që ai pa Zotin në lavdi. Edhe Bibla thot që serafinët e rrethonin atë, edhe njëri thriste tjetrit edhe i thoshte i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë Zoti. Edhe Bibla thot që ato shtalkat ose kolonat e tempullit dridheshin, thot Bibla. Nga shenjtëria e Perëndis, sepse i shenjtë Zoti. Edhe në këtë shenjtëri të Perëndis, Perëndia foli, edhe tha, sepse i pa njerëzit që janë në faje në mëkate, që ka nevojë që dikush të vetë ndaj lajmin e mirë me ta, sepse kur të përballen me shenjtërinë e Zotit, ata do të shkojnë në zjarr të përjetshëm, sepse Zoti i do. Edhe i do aq shumë sa dha birin e tij për ta. Edhe nga qielli, Isaia dëgjoi zërin që tha, kush do të shkojë për ne? Për Perëndin atë, për Perëndin bir, për Perëndin frymë. Kush do të shkojë për Perëndin hyni? Isaia tha, ja ku jam Zot, dërgo mua. Unë e di që djalli punon shumë të na verboj mendjen me gjërat e përkohshme. Por jeta është si avull, do iki shpejt. Nëse besojmë Biblën, ne do të besojmë që ka zëra nga ferri, që thonë, jetoni me qëllim, që thonë,
Dani lajmin e mirë me çdo njeri që thonë atë që vetë Zoti Jezu Krisht tha, dilni predikoni ungjillin çdo krijese. Dhe nëse besojmë parajsën, situata ndryshon, sepse ne besojmë çfarë ka Zoti në zemër. Dhe ajo që ka Zoti në zemër, cila është misioni i Perëndis. Prandaj, shikoni pak e para Thesalonika 2:13 thuhet. Prandaj edhe ne falenderojmë pa pushim Perëndin, se kur ju keni marrë nga ne fjalën e Perëndis, e pritet atë jo si fjalë njerëzish, por sikurse është në të vërtetë si fjalë perëndie që vepron ndër ju që e besoni. Mund të lexosh Biblën dhe nuk e beson, nuk ka efekt. Mund të marrësh një uri dhe nuk e beson, nuk ka efekt. Bibla ka efekt tek ai që e beson atë. Po kur e beson, ta dini, kur e beson, nuk mund ta marrësh më si një gënjeshtër Biblën. Kur e beson që është e vërtetë, e beson që Perëndia do të veprojë siç e thotë. Në qoftë se mund të vendosni veten tuaj, keni një problem me shëndetin, e keni një dhimbje në shpinë, e nuk e kuptoni nga ju vin, e bëni kaq shumë analiza dhe mjeku i thotë, duhet të bëjmë dhe disa analiza specifike. Edhe me vëreni vete seriozisht në këta. Edhe një ditë merrni përgjigjet e analizave. Dhe mjeku vjen dhe ju thotë, keni dhe një vit jetë kohë. Ju jeni duke menduar për pushimet përpara, ose jeni duke menduar për një punë të dytë, ose jeni duke menduar për planet pa pritur. Gjaku fillon të rrjedhë nga kokat e këmbët, nga këmbët e koka fillojnë të dalin djerë të ftohta. Edhe jeta merr pamje tjetër pasa. Sepse ti e kupton që jeta është e shkurtër. Edhe ti pasaj fillon të planifikosh jetën për atë që të ka mbetur. Motra dhe vlezër, jeta mbi tokë është shumë e shkurtër. Është shumë e shkurtër. Në qoftë se besojmë Biblën, jetët tona nuk do të jenë më njësoj, sikur thjesht ne e dim çfarë thot Bibla. Ne nuk mund të jetojmë më njësoj. Në qoftë se zërat nga ferri thrasin dhe thrasin, në qoftë se zërat nga lart thrasin dhe thrasin, në qoftë se nga kryqi vendi ku duhet isha unë, ku duhet ishit ju, ofrohet falje dhe dashuri dhe mëshirë, dhe ai që u ringjall nga të vdekurit tha një gjë, dilni predikoni ungjillin çdo krijese. Ky duhet të jetë qëllimi ynë. Prandaj Mateo 28 është misioni ynë. Është misioni i kishës. Është misioni i çdo njeriu të rilindur. Është misioni i çdo shërbimi. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke pagzuar në emër të Atit, të Birit të Frymës së Shenjtë, dhe duke mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditën, deri në mbarim të botës. Jezusi erdhi jetoi jetën e tij, atë pak jetë të shkurtër mbi tokë, që Ati i dha, duke bërë vullnetin e Atit. Dhe ai e dha jetën e tij të shkurtër toksore në moshën 33 vjeç e gjysmë. Por ai e kënaqi Perëndin. Dhe nëse ne jemi në Krishtin, qëllimi i jetës sonë është të kënaqim atë që na bleu. Të jetojmë për atë që dha jetën për ne. Me këto gjëra në mendje, unë do të përgjigjem 5 pyetjeve. Çfarë, si, kur, pse dhe kush. Edhe këto të 5 pyetje do t'i gjejmë tek predikuesi. Libri i predikuesit është libri që tregon kotësinë e jetës në ndjenjë. Në 10 kapitujt e parë, Solomoni na tregon sa e pavlefshme është jeta pa qëllim. Mund të mundohesh, mund të arrish shumë, mund të përjetosh tërë gjërat që mund të arrish në ndjenjë, me qëra fjallë, askush nuk ja kalon dot Solomoni për që arriti. Edhe ai tha në fund, kotësia, kotësive, gjithçka është kotësi. Por në kapitullin 11 dhe 12, ai jep konkluzionin jetë. E ne do merremi me kapitullin 11 në 6 vargjet e para. Përsa në kapitullin 12 ai thot, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhrimet e tij, sepse kjo është tërësia e njeriu. Nëse ka një gjë që njeriu mund të bëjë dhe është e plot, është të ecë në ndruajtë ndaj atij që e krijoi. Tani të predikuesi 11, le të lexojmë së bashku 6 vargje. Hidhe bukën tënde mbi ujëra, sepse pas shumë kohësh do ta gjesh përsëri. Jepu pjesë 7, madje edhe 8 vetave, sepse ti nuk e di
se çfarë fatkeqësie mund të ndodhë mbi tokë. Në rast se rreth janë plot me shi e derdhin mbi tokë, dhe në rast se një dru bie në jug apo në veri, ai mbetet aty. Mendoni pak, Bibla apo flet më shumë se sa thjesht për gjërat fizike. Kush e ka mendjen të era nuk ka për të mbjellë, dhe kush rri e shikon rreth nuk ka për të korrë. Ashtu si ti nuk e njeh rrugën e erës në mënyrën si formohen kockat në barkun e gruas me barë, kështu ti nuk e njeh veprën e Perëndis që bën gjithçka. Mbille farën tënde në mëngjes, dhe në mbrëmje mos e lër dorën tënde të pushon. Sepse ti nuk e di se cili nga të dy do të dalë më mirë, ky apo ai, apo do të jenë mirë që të dy. Le të fillojmë me pyetjen çfarë. Vargu i parë na thot, çfarë të bëjmë? Edhe thot, hidhe bukën tënde mbi ujëra. Atë do të marrim bukën e ta hedhim mbi ujëra. Po nuk po flet siç bënin gocat e mia kur ishin të vogla, që merrin bukën e u hedhin peshqve në Pogradec. Nuk po flet për atë Zoti. Që merr bukën e hedhin mbi ujëra. Por Perëndia na mëson Biblën duke krahasuar shkrimet sepse Bibla interpreton vetveten. Te Mateu 4, Bibla na tregon se çfarë është buka. Te vargu 4 thot, por ai duke përgjigjur tha, shkruar, njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Pra Perëndia duke na thënë merra fjalën tani dhe hedhë mbi ujëra. Po nuk po thotë që të marrim Biblën dhe ta hedhim mbi ujëra tani. Sepse Bibla na shpjegon se çfarë janë ujërat. Te Zbulesa 17:15 thuhet. Pastaj më tha, ujërat që ke parë ku ulet laverja janë. Çfarë janë ujërat sipas Biblës? Çfarë është buka sipas Biblës? Buka është Bibla. Buka është fjala e Perëndis. Po ujërat. Ujërat thotë janë popull, janë turma, janë kombe, janë gjuhë. Atë merre Biblën, fjalën e Zotit, edhe hidhe në zemrat e njerëzve. Çohe ndër popull, çohe ndër turma, çohe ndër kombe, çohe ndër gjuhë. Kjo është ajo që thot Zoti, çfarë të bëj? Që të kem qëllim në jetë. Edhe nëse duhet të kem qëllim, duhet të përgjigjem pyetjes çfarë të bëj? Atë merre bukën dhe hidhe mbi ujëra. Shikoni te Veprat 4, kisha e parë i binde kësaj që Perëndia na mëson. Edhe thotë Veprat 4:31 dhe mbasi qenë lutur, vendi ku ishin mbledhur u dro. Dhe të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe shpallin fjalën e Perëndis me çiltërsi. Pra shpallin fjalën. Njerëzit nuk ka nevojë për filozofi, nuk ka nevojë për oratori, nuk ka nevojë për mbusha mendjen time. Ata ka nevojë për Biblën. Bibla e shpëton njerëzit. Edhe thot pastaj te Vepra 2:41 dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim u pagzuan, thot, dhe atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. Fjala e Perëndis është preft, si një shpatë me dy tehet e porton thellë. Fjala e Perëndis jep jetë. Fjala e Perëndis është ajo që njerëzit kanë nevojë. Jepu Biblën njerëzve. Te Vepra 8 vargu 4 dhe ata që ishin shpërndar shkonin rreth e qartë duke shpallur fjalën. E shifni, çfarë të bëj? Merre bukën, merre Biblën, hidhe mbi ujëra, merre Biblën dhe çohe tek njerëzit, tek zemrat e njerëzve. Është mjaft e rëndësishme këtë. Duhet të mbell farën. Është e njëjta gjë, por Perëndia e përforcon tani. Te Predikuesi 11:6 thotë, mbille farën tënde në mëngjes. Tani çfarë fare do mbjell? Bibla e krahason vetveten dhe interpreton vetveten. Te Luka 8, nëse ju kujtohet pak, Jezusi përmend shëmbulltyrën e mbjellësit. Edhe thot, mbjellësi del për të mbjellë. Edhe ai ka farën. Një pjesë e farës bie në rrugë, një pjesë në gurishte, një pjesë në ferra, një pjesë në tokë të mirë. Dhe pastaj Jezusi e shpjegon shëmbulltyrën. Edhe thot që fara është fjala e Perëndis. Toka është zemra e njerëzve. Edhe zemrat e njerëzve janë të forta, si rruga, janë ose si gurishte, që nuk kanë shumë dhe, janë ose si ferra, që shqetësimet edhe hallet e kësaj bote mbysin, ose janë tokë mirë ku fara bie edhe jep frut. Janë 4 lloj zemrash mbi tokë, 4 lloj tokash, 4 lloj kategori njerëzish me të cilët ne përballemi kur ne ndajmë lajmin e mirë. Edhe ky është kuptimi i shëmbulltyrës, fara është fjala e Perëndis. Përsëri merr bukën hidhe mbi ujëra, merr Biblën hidhe mbi popull. Tu përsëri Zoti e përforcon prapë. Sikur të mos kemi ndonjë thije dyshimi.
Edhe është mjaft e rëndësishme. Prandaj para Timoteu 3:15, gjyshja e Timoteut dhe nëna e Timoteut, sepse i mësuan fëmijës së tyre Biblën, kjo i çoi ata drejt shpëtimit. Është shumë e rëndësishme që fëmijëve të mësojnë fjalën e Zotit. Është shumë e rëndësishme që qëllimi i një shërbese me fëmijët është të mësosh Biblën. Dhe Bibla thotë se që nga fëmijëria e njeh shkrimet e shenjta, të cilat si një njeri mund të di si shpëtohet një njeri. Ka vetëm një mënyrë, Bibla. Nuk ka mënyrë tjetër. Thotë të cilat mund të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. Pra mbështetuni në Bibël, mbështetuni në fjalën e Zotit. Tregoni njerëzve çfarë thot Bibla, merreni, unë do të tregoj çfarë thot Zoti. Kjo është fjala e Zotit. Unë do të hap dhe do të tregoj Zoti thot, Zoti thot, Zoti thot. Nuk do shpëtohen njerëzit sepse jeni të aftë të përgjigjeni pyetjeve të tyre. Njerëzit do të shpëtohen sepse ju luteni për ta. Njerëzit do të shpëtohen sepse ju mbaheni te Zoti. Njerëzit do të shpëtohen sepse ju jepni fjalë Perëndis atyre. Ju jeni thjesht çfarë? Lajmëtari. Unë jam thjesht ena që ai më përdor. Unë nuk shpëtoj njerëzit. Unë nuk jam i gjithditur. Bibla është e gjithdijshme. Zoti është i gjithdijshëm. Bibla ka përgjigjet për njerëzit. Edhe unë tregoj atyre, nuk jam unë, po Zoti ka një fjalë për ty. Ju duhet të tregoni atyre, nuk jam unë, po Zoti ka një fjalë për ty. Ato të tregoj çfarë thot Zoti, jo çfarë them unë. Në mënyrë që besimi i tyre të mos qëndrojë në urtësi njerëzore, po ku të qëndrojë? Në fjalën e Zotit. Është e rëndësishme kjo. Pra çfarë të bëj? Predikoj fjalën. Çfarë të bëj? Merë farën hidhe në ujëra, merë bukën hidhe në ujëra, merë farën hidhe në tokën e njerëzve. Hidhe bukën tënde me ujëra. Tani si ta bëj? Zoti shumë e mirë, ka të gjitha përgjigjet. Si ta bëj? Edhe thot, jepu pjesë 7, madje 8 vetave, sepse ti nuk e di se çfarë fatkeqësie mund të ndodhë mbi tokë. Sapo ka thënë, merë bukën hidhe me ujëra, madje thot, jepu pjesë 7 ose 8 vetave. Dhe Zoti e di shumë mirë, nuk po flet për ujëra, po flet për njerëz. Është konteksti valgu më poshtë. Kur Perëndia na mëson për 7-ën, ai na mëson për plotësi. Sa herë që Perëndia punon, ai punon me 7 dhe pastaj fillon prap nga e para. Prandaj krijimi i Perëndisë është 7 ditë. Kur Perëndia i krijon gjërat, ai bën në 3, ashtu siç ai është, trinitet. Po kur ai i krijon gjërat në kohë, që merr kohë, ai merr kohë në 7. Ne si njerëz numërojmë deri në 10, po Zoti numëron deri në 7, pastaj fillon prap numërimi nga para. Po kur Zoti thotë që madje 8, domethënë ai është duke thënë, bëje punën që Zoti të ka dhënë mbi tokë të plot. Madje rifillon nga para. Pse? Sepse jeta është e shkurtër mbi tokë. Do ikë shpejt, jeto me qëllim. Bëje punën të plot. Shërbehem me gjithë plotësinë që mund të shërbesh në shërbim. Madje rifillon nga e para, derisa Zoti të rrëmbej një ditë. Nëse ju kujtohet tek zbulesa, më falni te Zanafilla 24, historia ku Abrahami dërgon shërbëtorin e tij për një nuse. Edhe Abrahami është pikturë e Perëndisat, shërbëtori pikturë e frymës së shenjtë, Isaku shërbëtori Perëndis bir, dhe nusja Rebeka është pikturë e kishës. Por ai shkon që të gjejë një nuse për Abrahamin, për djalin e tij. Dhe kur ai shkon është interesante, ai kërkon që të pi ujë. Edhe Bibla na tregon që ajo e zbriti shtampën edhe i dha atij. Nuk i dha gjysmë gote, i tha pi. Nëse piu të gjithë shtampën, punë e madhe. Ai tha pi. Domethënë i dha 7. Po ç'a bëri pastaj? Pastaj madje 8. Tha pi zotria em, tha. Unë do të jap ujë edhe deveve. A dini sa litra ujë do një deve? Ai kishte 10 deve me vete. Do afërsisht 60 litra. A mund të imagjinoni çfarë gruaje e madhe është gruaja e Jezu Krishtit? Ajo i jep 7, madje 8. Ajo shkon për tej. Sepse Rebeka është gruaja e Jezu Krishtit në pikturë. Është mjaft e mrekullueshme.
Prandaj parimi është bëj gjithçka që mundesh, bëj atë plot. Dhe shko përtej saj, sepse Rebeka bëri gjithçka dhe shkoi përtej. Kur fryma e shenjtë të kërkon diçka, bëj atë, shko me ata nasa. Kur vjen në shërbim, bëj atë. Mos e bëj shërbimin me kokën brapa. Shko me ata në saj. Kur je në familje, bëj atë të plot punën, shko me ata në saj. Kur do të fitosh shpirtra, bëj të plot punën, shko me ata në saj. Mos shko për mezi pres të them dy fjalë të iki. Nuk vihet dora në parmend, edhe kthen kokën brapa. Nuk është kështu njeriu që është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë. Si ta bëj? Si ta bëj? Jepu pjesë 7, madje 8. Kështu është mënyra se si Perëndia pret shërbimin ton ndaj tij, ashtu si shërbeu Rebeka. Është e bukur të kesh një grua të tilla, apo jo? Nuk ja përton. E di që gratë moderne sot nuk duan që t'jenë kështu në shërbim në shtëpi, si Rebeka. Ato kanë gjitha ato teka. Por grua e Jezu Krishtit nuk është ashtu. Kisha e Jezu Krishtit nuk është ashtu. Dhe presupozohemi ne nuk do të jemi siç që botë është, por siç Rebeka ishte. Dhe nuk ka pse të mos jemi, sepse ne jemi nusja e tij. Ne jemi nusja e tij. Atë çfarë të bëj? Hidhe bukën tënde mbyllur. Si ta bëj? Jepu pjesë 7, madje 8. Pse ta bëj? Ju e dini përgjigje, po jemi duke studiuar, sepse ka destinacione të përjetshme. Në rast se ret janë plot me shije dhe erdhin mbi tokë, dhe në rast se një dru bie në jug apo në veri, ai mbetet aty. Ka shiu është piktura e gjykimit, do të vinë një gjykim, po vinë re që druri ose pema, kur bie në veri, mbetet në veri, kur bie në jug, mbetet në jug. Vetëm 2 destinacione jep Zoti. Veriun dhe jugun. Tani çfarë është pema? Përsëri ne do lëm Biblën të krahasoj vetveten. Tek Marku 8:24 thotë dhe ai duke hapur syt tha, po shoh njerëz si pemë. Perëndia ka krahasuar njeriu me një pemë. Prandaj te Psalmi 1 thuhet që njeriu i bekuar është ai që ka rrënjët e tij të mbjella në ujëra. Edhe piktura është, rrënjët e tij ka të vendosura në Bibël, që mendon thellë ditë e natë me fjalën e Zotit. Ky është njeriu që sado që të vijë hapësira, çfarëdo problemesh të vinë në jetë, ai do të jetë gjithmonë i njom, gjithmonë i freskët. Dhe njerëzit që janë të freskët, mbi tokë po flas të krishterë, janë ata që janë në fjalën e Zotit. Hiqni dorë nga Bibla dhe do faheni. Kaloni kohë me Biblën dhe do përtëriheni. Po Bibla thot, pemët janë njerëzit, po veriu dhe jugu. Shikoni pak, i bukur për nga lartësia e tij në Psalmi 48, gëzimi i gjithë dheut është mali i Sionit, nga ana e veriut, qyteti mbretët të madh. Nuk po flet Bibla për Jeruzalemin toksor, për Sinain apo Sionin, sepse po flet për Sionin qiellor. Shikoni çfarë thotë tek Hebrejt 12, por ju afrohet malit Sion dhe qytetit të Perëndisë. Thot, të gjallë, që është Jeruzalemi qiellor, jo Jeruzalemi toksor, dhe morisë e engjëve, thot Perëndia. Dhe pastaj vazhdon kuvendit të kishës. Pra, i bukur është mali i Sionit, qyteti perëndison. E dini ku është qyteti perëndison? Në veri të universit. Dhe në qoftë se një dru bie në veri, e dini ku ka rënë? Në Jeruzalemin e ri. Ka rënë paradis. Dhe në qoftë se njëri vetëm në paradis, ai nuk lëviz për andej. Amen? Nuk lëviz për andej. Në qoftë se shikoni aty atë hartën, edhe në qoftë se shikon me kujdes hyje, do të vësh re që gjithçka rrotullohet rreth e rrotull polit të veriut. Sepse gjithë universi rrotullohet rreth Perëndisë. Gjithçka rrotullohet rreth Zotit. Nuk jam unë qendra e universit. Nuk jeni ju qendra e universit. Zoti është qendra e universit. Nuk do të vendos planet e mia që të them Zotit rrotullo rreth planeve të mia. Po të vendos planet e mia, agjendën time, me atë që është i përjashmi, me atë që është i denj, edhe jeta ime dhe planet e mia do të jenë në harmoni
me jetën dhe planin dhe qëllimin e Perëndis tonë, me Perëndis tim. Pra një pemë që bie në veri, është piktura e njeriut që mbërrin në parajs. Një pemë që bie në jug, e dini çfarë ndodhet në veri? Jeruzalemi i ri. Po nëse zbret në jug të universit, me emrin në jug, e dini çfarë ka poshtë në qendër të tokës? Zjarr. Është ferri. Atë nëse një pemë bie në jug, aty ngelet. Një herë në ferr, përgjithmonë në ferr. Një herë në parajs, përgjithmonë në parajs. Pse të ta bëj? Sepse ka një destinacion të përjetshëm. Sepse i duam shpirtrat. Gjithashtu është sepse ka gjëra që nuk i di. Thot jepu pjesë 7 madje 8 vetave, sepse ti nuk e di çfarë fatkeqësie mund të ndodhë mbi to. Nuk e di, jepu tani, sepse nuk e di nëse nesër do marri frymë, s'do marri frymë. Do jenë gjallë, s'do jenë gjallë. Do kesh mundësi ta çosh për te, nuk do kesh mundësi. Atëherë, jepu, sepse nuk e di, nuk di të nesërmen. Jepu sot. Nëse Zoti të jep frymë sot shërbet. Nesër askush nuk e di. Te fjalët e urta thot mos mburrni për të nesërmen. Por gjithashtu çfarë tjetër nuk dim? Nuk dim se si punon Perëndia. Sepse thot, ashtu si njeri nuk e njeh rrugën e erës. Nuk e di nga do ikë era, nga kthehet majtas, djathtas. Nuk e di as se si formohen eshtrat në barkun e nënës të fëmijës. Nuk e njeh punën e Perëndis. Ne mund të paragjykojmë në ungjillizim, po di çfarë? Jepua të gjithëve. Pa paragjykim. Nuk e di. Mund të shpëtohet, mund mos shpëtohet. Mos u shqetëso, jepua. Jo, po unë mendoj, ai personi atje nuk duhet të marrë ungjillin, sepse mendoj unë që është i keq. Ose mendoj unë që nuk do të reagoj mirë ndaj lajmit mirë. Më thoni pak, a e dini ju si punon Zoti? A e dini pse Zoti ta solli atë në atë rrugë, në atë shtek? Që ti të flasësh, jo ti shmangësh. Jepu. Mos mendojmë që e dim si punon Zoti. Ne nuk e dim si punon Zoti. Mundet një fjalë, pas një 3-4 vjetësh, Zoti e përdori atë dikush tjetër pasaj, për shkak të fjalës që dhe ai shpëtohet. Mundet të kesh vetëm një dëshmi, për shkak të dëshmisë sate, Zoti e përdor. Jepu. Gjithashtu tjetra është nga për dikush 11:3. Thot mbyllë farën tënde në mëngjes. Edhe thot ti nuk e di, që do të thot që nuk mund të rri vetëm po ka marrë të shok edhe po lutem për këtë, edhe po ndaj ungjillin me të, e ka marrë të shok, e për ditë edhe për 365 ditë të vitit ngela vetëm me atë njëri. Po pse, motra dhe vlezër? Mbush e dorën, edhe hedhe. Ti nuk e di, a do shpëtohet ai, apo do shpëtohet ky, apo do shpëton të dy. Prandaj, duhet jemi të kujdesshëm dhe duhet jemi duke dhënë 7, madje 8 apo jo. Duke ndarë ungjillin me 7, madje 8. Duke bërë të plotë, duke kaluar më tutje. Prandaj Jezusi tha, dilni për dikon ungjillit çdo krijese. Pse? Ti nuk e di. Nuk e di si punon Zoti. Nuk e di a do shpëtohet ky, nuk e di a do shpëtohet ky. Pse? Sepse di që fjala nuk do të kthehet bosh. Hidhe bukën tënde mbi ujëra. Pse do ta hedhë mbi ujëra? Sepse mbas një periudhë kohe do ta gjesh. Sepse ka një premtim të mrekullueshëm këtu, që Zoti premton që nëse mundohesh, do të korrësh në mund. Zoti do të bëjë të mbar mundësinë që ti të mund të korrësh atë që e munduar. E di që ndonjëherë dikush hyn në mundimin ton, po pra për Zoti të korrave që na jep pjesën se cilit prej nesh, edhe ati që korri, edhe ati që u mundua. Shikoni te Isaia 55, vargu 11. Kështu do të jetë fjala ime dal nga goja ime, nuk do të më kthehet bosh mua. Çfarë premtimi i mrekullueshëm. Zoti nuk e kthen fjalën e tij bosh. Ata duhet të vazhdoj, duhet të mbjell me besim. Edhe sikur duket sikur nuk po bingja. E dini që kur mbjellsi, kalon sa javë që nuk duket fara të dali. Edhe ai duket sikur s'ka mbjell gjë, por ai ka mbjell në fakt, sepse po të mos nuk kishte mbjell nuk do bindej gjë. Por bolli
bolli. Pasi bolli kalon ca kohë, do të bind. Do të bind. Sepse Zoti thot, nuk do të më kthehet fjala bosh. Dhe fjala është fara. Atë merrën e farën hidhen te njerëzit. Jo urtësifin njerëzore, jo filozofi njerëzore, jo tradit njerëzore. Merrën e Biblën thoni, Bibla thon. Fjala e Perëndis thon. Është e rëndësishme për këtë. Tanë le të vim tek pyetja kur. Kur? Sot. Nëse merrni frym, keni mundësi ta bëni. Nëse marr frym, ka mundësi ta bëj. Sot, ndryshe nuk do mbjell. Kush e ka mendjen të era, prit pak, nuk është ditë e përshtatshme sot. Kush e ka mendjen të era, prit pak, e di çfarë, nuk jam shumë rehat sot. Që të dalë të mbjell. Nëse njerëzit në kohën e lashta, nuk dilnin të mbillnin sepse nuk ishin rehat, kur nuk do të korrin. Edhe rri shiko, do bjerë, si është koha, si kështu, jeku kaloj koha, po kaloj koha nuk mbjell, po nuk mboll dhe nuk korr. Kush e ka mendje të era, thot, nuk ka për të mbjell. Dhe kush rri e shikon ret, nuk ka për të korrur. Është mjaft e kujdesshme. Vini re tonin e shpërqendrimit. Mos u shpërqendro. Ji qartë në qëllimin tënd. Mos u shpërqendro. Nuk ka rëndësi se po bjen luftra, shtima luftra dhe di çfarë bëll. Ka luftë sot andej nga lindja e mesme, ka luftë gjithandej edhe çfarë po ndodh, e Zoti po vjen, lavdi Zotit. Bëll. Është thirrja e Zotit. Vini re tonin e urgjencës, nuk ka korrje nëse nuk mbjell. Së dyti, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Dhe mëngjesi është fëmijëria, rinia. Mbrëmja është pleqëria. Atë Perëndia inkurajon, nëse je fëmijë, ndaj ungjillin. Nëse je i ri, ndaj ungjillin. Nëse je fëmijë dhe i ri, hidh fjalën e Perëndis në zemrat e njerëzve, hidh bukën në ujëra. Nëse je plak, po jo, si do më përdor mua Zoti? Zoti përdor më mirë vetë pastorin. Jo, Zoti nuk thot atë. Çdo njeri i rilindur ka potencial për të përdorur fuqishëm nga Perëndia. Atë, nëse je në mbrëmje ose në mëngjes, vazhdo. Bille farën tënde në mëngjes dhe në mbrëmje, mos e lër dorë të pushoj. Merr frym akoma, s'ke vajtur akoma në lavdit e Zotit, lavdi Zotit. Mos e lër dorën të pushoj. Fol. Jo me atë, nuk e di se kush do dalë. Pra ungjillzoni çdo mosh. Nëse jeni të rinj, përfshihuni. Nëse jeni të rritur, përfshihuni. Nëse jeni pleq, përfshihuni. Pra, çfarë të bëj? Hidhe bukën tënde mbi ujëra. Si ta bëj? Jepu pjesë 7, madje 8. Kur ta bëj? Tani. Nëse rri dhe mbaj sytë e kret, s'kam për të korrur ndonjëherë. Patjetër as nuk kam për të mbjellë. Pse ta bëj? Sepse nëse pema do bjerë në veri, pra ka shpresë që të bjerë në veri. Ndaj lajmin e mirë që ai të shkojë në paraj. Por nëse pema bjerë në jug, atje do ngelet. Kush ta bëj? 2 Korintasit 5, 17, 18 thotë, prandaj nëse dikush është në Krishtin. Nëse jeni në Krishtin, atë jeni të rilindur. Ai është krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha gjërat u bën të reja. Edhe të gjitha gjërat vini re lidhsen edhe. Edhe që do të thotë që vargu 17 dhe 18 janë si një fjali së bashku. Edhe të gjitha gjërat janë nga Perëndia që na pajtoi me vete përmes Jezu Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit. Çdo njeri i rilindur ka një shërbim pajtimi. Tregohet dëshminë tënde si Zoti të pajtoi me veten e tij. Tregohet të tjerëve se si gjete hir dhe faljen e Jezu Krishtit. Nëse je i rilindur, je i kualifikuar për të ndarë lajmin e mirë me njerëzit. Je i kualifikuar për të marrë bukë për ta hedhur në ujëra. Nuk ka rëndësi çfarë moshë ke. Nuk ka rëndësi nëse mendon që je me potencial ose jo. Ti je me potencial, sepse Perëndia të ka pajisur dhe të ka bërë ambasador, thon vargjet më poshtë. Ti ambasador i Perëndis, ti përfaqëson Perëndin mbi tokë.
Mbani mend një gruat e pusi sa u shpëtua, ajo shkoi me një herë, i tha gjithë fshatit ose qytetit, edhe erdhën të gjithë te Jezusi. Nuk është e nevojshme të kesh kualifikime të larta, vetëm të jesh i shpëtuar. Qase je i shpëtuar, shfrytëzo e kohën, sepse jeta është si apull. Atë sfidat e jetës le ta konkludojmë, jeta ka sfida. Nuk është e thjeshtë, nuk është e lehtë, nuk është vaj, ka dhe gjëra të bukura, po ne do të kalojmë lloj-lloj gjërash në jetë. Po ndërkohë që kalojmë lloj-lloj gjërash, le të mos harrojmë diçka. Ai është me ne edhe në luginën e hijes së vdekjes. Ai është Perëndia ynë. Ai është mbrojtësi ynë. Vërtet një i pa shpëtuar kalon gjëra që janë të vështira, dhe një i shpëtuar kalon gjëra që janë të vështira, po ne kemi Zotin me ne. Ka një ndryshim të madh në këtë. Gjithashtu, gjatësia e jetës është si avulli. Mos u përqendroni në gjëra toksore. E di që kur Jezus ishte në tokë dhe u tha ruhuni nga kopratësia, ruhuni nga lakmia, sepse mbushëllia e njeriut nuk qëndron në gjërat që zotron. Edhe di që disa tallën Jezusin. E di që djalli punon fort që të materializmi të hyjë në zemrat tona. Por më dëgjoni motra dhe vëllezër, nxirreni jashtë djallin. Lejoni Perëndin të kujdeset për ju, sepse ai po kujdeset për ju. Dhe në jetën që është si avull, jetoni me qëllim. Nëse jeni në familje, ktheni familje me qëllim. Nëse keni fëmijë, lërni fëmijët të jetë, investoni te fëmijët të jetojnë me qëllim. Sepse jeta ikën shpejt. Ikën shpejt. Keni qëllim. Qëllimi është mjaft i qartë. Është qëllimi ju jetës suaj për të përmbushur objektiva toksore që një ditë do t'i lini, apo është qëllimi për të përmbushur objektiva qellore që një ditë do të shpërbleheni. Mendoj që Perëndia është shumë mirë duke na dhënë mësim pas mësimi. Edhe nuk e di sa i durueshëm është Zoti duke ditur ku jemi, kush jemi, edhe si djalli na punon me ne, me mendjet tona, me gjithë të botë që vërtet është ne jemi të vetëdijshëm që po shkon në shkatërrim edhe prap na tërheq. Dhe Zoti thot, edhe pak. Kthehuni dhe jetoni për atë që vdiq u varros dhe u ringjall për ju. Mos lini t'ju përqendrojnë gjëra. Në mëngjes, mbusha dorë me farë dhe mbille, nëse je i ri. Bota thot, je i ri, shijo jetën. Po, kur të plakesh nuk ke asgjë për të dhënë Zotit. Dhe pastaj vdes. E humbe jetën për kotësi. Por nëse Zoti t'i jep më të mirën, ta dini. Ai do ju shpërblet. Dhe kur nuk mund t'i jepni Zotit më shumë se sa ju ka dhënë juve. Kur? Ai dha birin e tij për ju. Përpara se ju të mund të njihni atë. Ai ju deshi juve përpara se ju ta donit atë. Edhe ai është tërësisht i denj për të marrë fronin e zemrave tona dhe për të jetuar një jetë adhurimi për të. Dhe të ulim kokat tona. Nuk e di ku jeni në marrëdhënie me Zotin, po mos lini për një moment tjetër. Por sot është momenti i përshtatshëm. Mos prisni ja edhe pak edhe pasaj, kur të jem çik më mirë me Zotin, unë do të kthehem të përmbush misionin që Zoti më ka dhënë. Jo motra dhe vëllezër, sot, ashtu siç është dita e shpëtimit sot është dhe ditja e thirrjes. Le të jemi besnik në ndarjen e ungjillit me njerëzit që na rrethon. Le të jetë jeta jonë me qëllim duke jetuar për qëllime të përjetshme. Merrni vendime sot për të jetuar për Zotin. Nëse jeni të pashpëtuar, mos e thënë Zotit të bini në jug, por Zoti është aq i mirë sa që ju dha rrugë shpëtimi. Dhe Jezusi është rruga. Jezusi është e vërteta. Jezusi është jeta. Besoni në Zotin Jezu Krisht do të shpëtoheni. Sepse një pemë që bie në jug, aty ngelet. Po nuk ka pse të shkoni në jug. Nuk ka pse të shkoni në ferr. Po një pemë që bie në veri, që bie në Jeruzalemin e ri, aty ngelet. Dhe Zoti do që t'ju shpëtojë. Por zgjedhja juaj. Bibla thot, ai që ka birin ka jetën, ai që nuk ka birin e Perëndis nuk ka jetën. Ati dashur Zot, lutem Perëndi, për njerëzit të këtu, që të punosh në secilin prej nesh, edhe jetët tona të jetohen me qëllim dhe kuptim. Faleminderit që ka që mirë dhe na jep kuptim dhe qëllim në jetë. Dhe faleminderit gjithashtu edhe për njerëzit tjerë që janë këtu, që ti e aq i mirë sa që ata erdhën këtu, edhe dëgjojnë fjalën tënde, por Zot, nëse janë të pashpëtuar, Zot, ndihmoj Perëndi.
Le të mos largohen, Zot. Ndërkohë që ti flet dhe flet dhe flet, po le të përulen, le të thyhen, dhe le të pranojnë Jezu Krishtin, sepse Jezus ishte rruga, Jezus ishte shpëtimi. Zot lutem, Zot, për gjithë këto gjëra në emër të Jezusit. Amen.